Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni unë kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të sjell historinë e Mariglen Gashit, 36 vjeçar, i cili ishte vetëm përpara disa ditëve këtu në live më Odetën, i cili tregoi një histori të dhimbshme në fakt. Atë ditë që u fut në live më Odetën, sapo kishte dalë nga burgu dhe kërkonte 2 fëmijët e tij. Por fundjavën që la pas, një lajm na shokoi të gjithëve, ku doli se 36 vjeçari Mariglen Gashi ishte arrestuar nga policia pasi sapo kishte lënë qelin e burgut, kishte bërë 2 vjedhje të tjera në fshatin Pluk të Lushnjës, ku kishte djegur edhe një lokal. Nëna e tij, Vitoria Gashi, kërkon që sot me urgjencë të hyj këtu në live më Odetën dhe të tregoj çfarë ka ndodhur me të birin e saj. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur episodin kur Marigleni, i ngarkuar nga ana psikologjike, ishte këtu në këtë dritaren time, dua të prezantoj këtë short të shkurtër dhe rikthehemi. Kam qenë në burgun e Peqinit, sigurisht lartë. Ajo gjatë kohës që unë isha në burg, plise me 2-3 veta tjerë. Ze e ka praktis djalin tim me mban bjerra ime. Ajo, kur vinte mund takim, e ka çmonte tjetër njëri, edhe i bënde gjërat në qefras. Unë të pot plas hapun, se jam njëri që nuk duroj. Përse unë jam gangster, muli mua jo, karakterin tim, nuk ekziston, por e kam dhe për i fëmijëve. Mori dansnori, nëna i me suru me shpi, i iku. Dalem, gjithë kanë gratë, i kanë burat në burë, po s'janë ashtu, që i mugondet, me gjitha, me makinë, me gjitha, që ja hengri lek dansnori, unë kërkoja lek, jo i kanë marrë, jo i kanë vjetë, e kapa dashnorin, barova punë me botin, po mua beti është që se të ma bëj mu këtë gjë. Si mbarove punë me botin? E dhunove? Po jo, se s'jam ashtu unë, po. Mora ato që e kisha për të marrë. Tu vajzën time, kam emrin time, është ADN-ja ime, janë gjitha. Mori burë të vazhdo jetën, ka bërë fëmijë me atë, s'mi intereson. Gjyqtarja dhe prokurori i dhanë të drejtën asaj për të marrë fëmijët. Kjo qa bëri tani? Kush punon të lavazho, dilte një xhiro, edhe baron të punë gese me atë. Më ka marrë malli e ti shpirti im. Sepse kam sakrifikur unë, kam bajt nënën asaj, babaj, vllai, me buk, me tëra, që unë kam qenë super i fuqishëm, me lek, me makina, me tëra, ajo më shkatroj. Po mos më turprore se rita 4 fëmijë ti, more. Rrite e ti? Ju rita pa babane. Rrite, po qa është kjo? Ju rita me O Mariglen, të lutem, Mariglen. 22 vjet punova në shtet, ju rita. O shqiptare, erdha na burgu. Mirë, rritë, së ta Me, asë vrotësis më dhe, Ore, ta i gjithë në Odeta, qa keti, ajo le të flasja, qa keti. Klake se jam Ore, mos u aqaro që ti marrë shpëmitare, po rira. Po edhe po mos E t'i tu që marrë. kam buajtur. Edhe po mos t'i marrë t'mi japi, si që takon, na, qukatë. E dëgjuam këtë 36 vjeçar, i cili sapo kishte lënë atë ditë qelin e burgut dhe hyri këtu në live më Odetën duke treguar ndarjen, divorcin me bashorten, problemet dhe pengesën e 2 fëmijëve që bashortja i bënte pikërisht Mariglenit. Por nuk kaloi shumë gjatë. Marigleni dyshohet se ka bërë vjedhje në fshatin Pluk të Lushnjës dhe është arrestuar nga policia. Nëna e tij Vitorie, e cila ka vojtur shumë me atë djalë, kërkon që të jetë me mua. Zonja Vitori është shumë e shqetësuar, është duke më pritur, kështu që unë do hap dritaren dhe do e ftoj. Vitori, përshëndetje. Përshëndetje, zemër. Po çka ka ndodhur me Marigleni, se dëgjova lajmet? Vita, unë prandaj të mora se ti e pe shumë mirë gjendjen e djalit tim, edhe unë i kam kërkuar ndihmë policisë, i kam e quar që një spital me ambulancë, si që ta sola foto, nuk ti është bërë shërbimi djalit. Djalit pësoj aksident se një makinë pa e konfirmuar se kush e goditi, e la pa ndjenja djalin, me kem të thyer, me brirë të thyer, e kam qua në spital Odeta. Dhe ata të urgjencës ja kanë bërë shërbimin, i bën grafin të kamës dhe të brinjës. Po. Pastaj e quan djalin në urgjencë. Te urgjenca djalit nuk i kanë bërë as qetësuese, as surun Odeta.
Kam përtitur aty të lutem, i thoshja të lutem, më ndihmoni, thështë djali i bërtiste. Por të lutem, do të pyes dhe të mi thuash me detaje. Djali aktualisht është në burg, në paraburgim. Po. Sepse ka bërë vjedhje. Në dëgjoj deta. Lajmet e nxorën që ai ka bërë vjedhje. Djali ka në spitali. Kam kërkuar ndihmën e policisë. Pasi ka Policia dalë. nuk më gjendur. Të lutem që të ma sqarosh, pasi ka dalë nga spitali ka bërë vjedhje. Jo, s'kishe bërë vjedhje. Absolutisht. Jo. Nuk kishe bërë vjedhje djali. Në lajme ka dalë që ai ka vjedhur dhe ka djegur dhe një lokal, ku ka sill dëme të mëdha materiale. Prandaj të mora për të zgjidhur problemi se qyshesh, unë dua një avukat edhe një etusë. Të lutem. Ta zgjidhni vetë ata se këto janë që i kanë manipuluar, i kanë vajtur në shtëpi personit dhe i kanë bërë presion, i thu që kanë vjedhur 2 bateri. A i dit vetë në shpinë tanë. Sa tha që unë darë dhe i, se më bërë presion policia ta, se tha thua që ka marrë djali jotë 2 bateri. Voti baterit i ka në shtëpi. Nuk gritet do baterit që unë me kam të thyer o deta. Tani, Vitori, të lutem, më shpjego. Të premte që lam pas, ishim në live me Odetën dhe ai sa kishte dal nga burgu Marigleni. Ç'a ndodhi atë ditë deri më sot ma trego dhe ma rrëfet të gjithën, ta kuptoj qartë. Me të gjosi që pe vetë, unë e mora me të mirë djali, se djali është përdorus droge o deta. Ka 20 vjetë që ai e përdor dhe atje, japin në burg, japin metadon, japin krokodila, nuk e di, edhe ilaçe tjera o deta. Pra ka 20 vjetë. Ai ka 20 vjetë që ka bërë burg o deta. Edhe kur doli prap o deta, kaloj quni, unë i kam kërkuar institucionit në rehabilitim. Djali të kurohet, jo të bëj burg, të bën një veprim, futet në burg, prap del, bën një veprim. Unë i kam kërkuar të rehabilitohen o deta. Rehabilitim, e qartë. Edhe se nuk është vetëm djali im o deta. Jam 3 që dorën në burgu, që të 3 janë përdorus droge, që 2 veta kanë bërë po të njëjtën veprim djegje. Qunin para se të fliste me juve, edhe kur vati në spital, nuk ishte bërë vjedhje edhe djegje. Vjedhje jo, po unë për djegje nuk e di, sa i kishte këmën të hejtu edhe brinjë të thyer, unë nuk di gjallë beta. Unë i kam kërkuar ndihmë policisë, i kam thënë të lutem, nuk po mi jep mjekim ambulanca, spitali donin lek o deta, kërkovi troqë, ajo, infermierja lek, unë nuk isha lek, unë jetë muaj marrë pensionin o deta, unë muaj ka gjuksi. Unë e bebe ilaçe popullore, nuk nga kojë shumë ilaçe se i dërove edhe vjetë o deta. Unë nuk kam njeri. Unë 3 fëmijët i kam në shkollë të lartë me master, me gjithë 2 kam janë shtetit dhe deta. Një djale kam në Gjermani student me shkollë të lartë, më arën studier. Qukën e kam në Amerikë, me 2 të lartë Amerikë, në Shqipëri me master. Djalin tjetër e bëri elektrikun, mori direkt nga shkolla, mori licencën. Unë i kam pas fëmijët të përkryer atë ta. Mua këtë ma prishi shoqëria. I kam kërkuar gjithmonë institucionin tim, nuk më shpërgjigjur o deta. Me qenë se unë kam punuar 42 vite në shtet, kam bërë 3 institucione o deta, 2 shkolla dhe komunë, që shot është administratë. Vitoria, nuk të besoj, se duket sikur i ti fajtore, po nuk e ti faj për Mariglenin. Unë e kuptoj jetën e Mariglenit, ai ka pasur një shoqëri të keqe, është bërë përdorus të lëndëve narkotike, ka vjedhur disa herë, ka përfunduar në burg, e kuptoj dhe dhimbjen tënde si nën që nuk mundet do ta shpëtoje nga ajo rrugë. Por të lutem, Vitorim, qetëso se që ngedhe sëmur dhe më vjen keq. Çfarë ndodhi të premten? Ai është aksidentuar ditën e premte? Kush të njoftoi ty? Gjodeta. Unë, që është e drejta, e qova qunin në spital. Pse se pa që u rëndua gjendja qunit, e qova në spital se pësoj aksident, se unë i mora ilaçe
kromofila, nuk e di si janë ato për qetësi. Kur e kreu Sa ato i aksidenti? ka me doktorat. Vitori, I ka me doktorat nga burgu. e qartë, kur e kreu aksidenti? Sepse të premten ka qenë me mua në live modetën. Po, kur ikëm që të keqë, vajta që pas që ishte quni me që u acarua që mora me të mirë. Po, si ishte ngarkuar nga ana psikologjike. I thatë juve që të keqe në Odeta, qetësohu, se do t'i marrin gjerat me qetësi, vetëm ti qetësohu. Kam vajtu në lush një Odeta. Kam marrë qetësuse, i kam dhe qetësuse djalit. Pasaj, kam vajtu në spital. Erdi tash këtyre në tabula, hajde se nuk ka mundësi tash unë të dërgoj djalin, sa është në gjendje të rënd. Ka ardhur ambulanca, bravo i qoftë, i beri ato të vetat. Mua nuk mu bërë shërbimi në spital kur mu shtrua djalin. Por, Nuk i bën përdhimje që pati djalin a kema. po pra, po tani në momenti që ti ecove në spital për t'i bërë qetësu, sepse ishte i rënduar nga ana psikologjike dhe e kuptueshme, sa po kishte dalë nga burgu, kur e kreu aksidentin? Kur ndodhi aksidenti? Në makinë e kapi makina, nuk e kam Odeta, se kush iku me shpejtësia të Pajruanin. Pajruanin Odeta, ne edhe kur vajta që i mora qunin atje, Pajruanin, jo vetëm qunin tim dhe ca të tjerë Odeta. Por aksidenti, ku ndodhi Ati aksidenti? ka qenë në ndërhyrje shpejt, ka qenë dhe polici, edhe nuk ma gjeti gjë kur i ka. Kur dola ma gjeti gjë qunin mua. Aksidenti ka ndodhur Nuk e pa Odeta se kush ishte se iku me shpejtësi. ndodhi në Lushnjë, në qytetin e Lushnjës. Në Lushnjë, kur kam ardhur autostradës, kej nga në projt të Plukut. Por çfarë dite ka ndodhur? Të shtunën apo të dielën? Atë ditë të shtunën, Odeta, të shtunën ka ndodhur. Një ditë pasi ishte në live me mua, e qartë. Por më pas doli lajmi që Marigleni Gashi arrestohej sepse kishte bërë 2 vjedhje në fshatin Plug. Edhe në 16 e 17 korrik ku kishte djegur edhe një lokal. Është gënjeshtër, Odeta. Është gënjeshtër kjo se në 16 i vajti policia botit, i bëri presion. Po deshe prandaj dua një avukat edhe një etus. Ta dëgjoj vetat nga goje vetat që ka. Më kanë bërë presion, ka ardhur në shtëpi policia tha. Thuaj kështu tha dhe ka hedhur firmën. Si rrugri ka marrë djalin 2 bateri. Djalin kishte thyrë kemën, Odeta. Ishte i sumur, nuk ngrite do të bateritë e makinës. Ato thotë kështu që ja i dha urdhër çunit të vllajtën, çuni vllajtën, i solli. Po, i solli çuni vllajtin. Po i thash, ku janë këto, i thash çunit vllajtin. Më ka thënë Geni, mu çfarë ka thënë Geni? Leri këtu, i thashu. Edhe iki thashu. Iku kë. Por erdi komshia këti, çunit hallës, tha më vita urdhro. Tu tha çuni jote, ore tha. Thashun, çuni më urdhro shikoj ku është shtërimi, thashun. E paj. E shikoni thash po. To bateri ka sjell komshia jote që ka më çun vllai thashun. Pra, Po i ka thënë Geni, ore që duhet ati thashun t'i sjelli. pra është bërë një vjedhje, po e ka bërë çuni vllait tuaj vjedhjen e baterive dhe i ka sjellë në shtëpi. Çuni vllajt e ka komshia, nu ke dite që ishin ato të atia. Ata ishin në rrugë, ku e di unë, ku i mori baterita edhe i solli. Unë ja ktheva pra baterit o ti, Por, personit. Edhe i thash të vi personi, thashu që i solli tute ku t'i vari thash ati. Çuni im nuk ngre do të bateri, Odeta, çuni im të top loj. Po pasaj, kur erdhi policia dhe arrestoi? E ka ardhur në shtëpi policia e ka arrestuar? policia jo, e kam kërkuar unë, unë kam numrat e telefonit këtu, Odeta. I kam këtu të tëra. Po deshe ti jap të komunikosh. Mua ky polici rrugores më shpërgjigju, Vines më tha, Vitore tha, besi të bërë sot tha dhe nesër mëngjes martuni në ora 9 unë e do ta zgjidhur problemi. Ore shmarrin ca gjëra tjera se nuk përmbahet dot me tash. Pra, ke qenë ti si Jam direkt të shefi, se ky është direkt shefi, se shefi policisë, se shefi krimeve, i kam kërkuar ndihmore, udhroni të mos se ka djali ka kalu depresion, nuk ka me ato ilaçe me që merrte brenda në burg. Unë ato që s'kishe burgu, ja çoja nga jashtë me doktorat. Ja mera nga burgu, Vitore, ja merja jashtë.
edhe ja çoja. Pra, me sa po kuptoj unë, pasi ka ndodhur kjo vjedhja, ke qenë ti që ke njoftuar me njëherë policinë. Kam njoftuar me njëherë Odeta mos i kem jetën e fëmijët e mi Odeta. Me njëherë Odeta, se unë jam e në gjithme se kam punuar në institucione të rëndësishme, edhe ka që gjë nuk është cënuar, kam punuar me ndërgjegje, me ndeshmëri. Të besoj, o, Që mos me përgjigje mua këta shefi, kë numër, thot, merë telefon ty, thot, drejtorin e spitalit, vi prapa ambulanca, ta marri edhe t'i bet. Ore, nuk është drejtori, unë do ndjek qunin se nga vete, apo unë do të kërkoj ndihmën tuaj, nuk më janë përgjigjur e të ta. Të besoj, dashur Vitori, por më trego si u arrestua ditën e diel, të dielën ka ndodhur arrestimi i Mari Glenit. Dëgjoj Odeta, ky ishte shumë i smurur, hajde ndiqja mbrapa, hajde, ai gjumte me guri, thoshte se unë do bëj një gjë, do vras vetë, do bëj një gjë. Ore, hajde të keqe, jo, nuk vi. Ore, ndiqja mbrapa ishe pa mund Odeta gjumte me gur, kalovi hajde depresion, sa s'ka ku të vej me. Të besoj atë që të bën fëmia s'ta bën as Perëndia dhe të besoj hallin që ke. Vetëm kë polici rrugor me është përgjigjur mua. Kurse kryesori, thoshte i këtu i ka tjerë, i ka vatu deputetit. Se është edhe doktor atje mjekësi. I thash jam antar i Partisë Socialiste, i thash në nga prëmi një emër tjepër, ti s'po një antar këtu, i thash jo të zgjidhësh problemin. Ka marrë, i thash këtu spitali, i thash dhe nuk më është dhenë kurimi. O, tha, po që të bëjmë, që të bësh? Ore, qështë që të bësh ti i deputet i doktor këtu, i thash, qështë ke që pëtëre? Ku kam ka që ardhëra, i thash? Unë e kam kërkuar me gjyqë Odeta, unë kam fituar gjyqë. 10 vitë, kam punuar 22, edhe nuk ishin paguar siguracionet 10 vjetë. Kur në një kohë, në një brez i kisha të firmosra të vullosra, një brez punës. Në një brez të sigurimeve, të firmosra të vullosra. Kush pati faj, vetëm unë kam fituar gjyqën Odeta. Vetëm unë. Që arrite të fitoje vitet e punës djersën tënde, e kuptoj. E dashur Vitori, të lutem, ti doli të ndiqe Mari Glenin, ai doli nga shtëpia, të gjuante me gur, ti e ndoqe, ç'a ndodhi? Nuk ma shumë, nuk isha mundësi të rria me, dita se mua më gjujtë ma shumë në gjoks, edhe unë me vra pasaj, se i vëra që ka lojrë i vera gjoksin, të ku ke gjoksin. Edhe pida ja dy para që do mola, dita dhe dita, ta djenja, që ti e di që qik në datës në gjoks, i ripa frymë. Nuk isha mundësi dhe dita dhe dita me, kanë kërkuar policin, e kam këtu telefonate. Nuk me janë përgjigjur Odeta. Po për këtë baterive nuk është e vërtet. Edhe për ato lek që ka vjedhur, nuk është e vërtet. Se janë 7 klube këtu që janë të vogla, pas ka zënë para të mataj. Ata me zinë gjerin 5.000 lek dita. Kjo është gënjeshtër njëherë. Pasaj ku i qovi ai në mëngjes, që unë i erdi këtu unë, e qova vetë në policia, të nuk e arrestoj policia, Odeta, e ka qurë vitë vetë. E ke quar djali vetë në polici? I ka konfirmin, që se ka për diçka vene ka qurë. Jo se ato qabe, e diçke ti tha, meri një ujë djali. Unë sa mora një ujë djali, ata e kishin futur qunin në fugon, edhe i banin gjirën e për pazar e gjoja që e arrestuan qunin edhe e futun policive. Ate kam quar unë me dëshmimtar që e ka marrë Kastile shoferin, e ka marrë qunin dhe e kam sjellë në polici.
Vitori, ndoshta ai momenti, sepse vetë Marigleni ishte i ngarkuar nga ana psikologjike. Ti si nënë e di që ai është përdorur si lëndë narkotike, ka vjedhur disa herë, ka Të gjitha ata që janë shkruar të tërë. Po pra, më mirë se ty nuk e njeh askush. Ndoshta momenti që doli nga shtëpia, ka qenë i ngarkuar psikologjikisht, nuk ka ditur ç'a të bëjë dhe në mënyrë të pavetdijshme i ka vënë flakën lokalit edhe mund ta ketë si vepër. Edhe mund ta ketë bërë deta, po lekë të vjetin gjë tjetër, ta japu me qitë firma. Nuk ka bërë asnjë gjë vjetë. Ata kush e di që ai ka bërë çunit, që ka firmosur djali, që djali, gjoja si ku i ka. Ta ishte kështu, me dhimbje nga kema nga brinja po, me depresion po, që qau, sa kërkon nga ime, që ka për 20 vjetë burë. Sa kërkon nga deta? Marigleni e ka pranuar para policisë që është ai autori 2 vjedhjeve dhe djegjes së lokalit. Ta thash për pjesën e baterisë e 2 vetë jam vetë dëshmitare. E qartë, jo, dua të them Marigleni ka pranuar përpara policisë atje. Nuk e di se çfarë. Odeta ai edhe një gjë që se bën e pranon Odeta, sa shuja thojnë. Ati ja shuja thojnë, Odeta, ai ka 20 vjetë. Ati i ka në 3 para i trak. I ka përdor ato. Nuk e ka mbajtur fjerin, e ka çuar në Tiranë. Vitori, ai ka trupin ple, e ka të karbonizuar. Ai është aperuar dhe 2 herë në koliti. Ai trupin e ka të paralizuar, e ka komplet, nuk i funksionon llogaritë, nuk ka ngrënë një vak buko dhe nuk ka. Nuk e bëj të mirë për veprimin që ka bërë. o Vitori. Nuk pajtojë. Vitori, i miri ti kërkosh shtetin. Më dëgjoj Odetën. Ti kërkosh një shtetin. Për rehabilitimin gjithë ato para që rinë vërtall. Unë kam bërë 3 institucione. Kush paguesh edhe 2? E diti o gjitha që është bërë? Me 2 përdoro. Ai dutët. Unë punoj e shkrejt që është në vojtare, kisha 4 fëmijë. Me një shkollë sot të rinin 2 pastruese. Me një shkollë. Unë 2 shkolla, 2 kaçe, 4 kaçe, edhe 2 kaçe administratën e komunës. 6 kate i bëja vetë. Me vite, derisa do na pension. Edhe për 2 vite do dilja, në nëzore nga puna deta për sobepin e qunit. Çfarë kishte kjo nën, që kjo nën po malte dhe fëmijë, edhe djali, dhe kanamajt dhe nuse. E dashur Vitori. Ju lakëruj dhe ju nga zemra, që mu përgjigjet si motër, si nën, si femra që jemi, që jam e vujtur, o deta unë jam artur e vogë gjëshme. 22 vjeqe unë jam divorcuar me një burë kosovar. Je divorcuar. Ka rritur 4 fëmijë vetëm Odeta. Të qatë zëmërëtimi nuk gjithë një pingjaku. Të rritës që mosha i me 22 vjeqe nuk ishe pijuat, nuk ishe martuar. U kam rritur 4 fëmijë. I kam përballuar vetë, punoja si qeni, edhe privat, edhe në shtet, që arrita që i gjia mitë me shkollë. 3 fëmijë i kam të marra dhe ta, këte i kam të sëmur. Këte kërkoj ndihmën tuaj. E dashur Vitori, do më lejosh të pyes, e kuptoj dhimbjen tënde që ke vuajtur. 22 vjeçe, je ndar nga burri dhe ishe nëna e 4 fëmijëve në atë kohë. 4 fëmijëve. Por divorci kush ishte shkaku? Pse u ndava aq e re? Po ti e di kosovarët qysh janë aty dhe ta. Kanë vuajtur shumë, më ka përdorur dhunë fizike, du mendore, do më dhe nuk kam kaluar, i mlidhja kalamajt e mi si nësoj se gjuan të fëmijëve, i mlidhja kalamajt shumë as vetës. Por pas divorcit ai nuk u kujdes asnjëherë për fëmijët e tij? Ai vdiq pasaj masni, vdiq pasaj. A ka vdekur babai i fëmijëve? Po, ka vdekur i ri. Ti nuk u martove asnjëherë, Vitori? Jo, dhe ta unë një lidha jetën me fëmijë. Lodha fëmijët në zona me shko vetëm për këte që kam kërkuar në dim, nuk me janë gjendur dhe ta. Nuk me kanë zgjidhur.
Vitori, por flasim pak për Mariglenin. Çfarë moshe ka qenë Marigleni kur nisi këtë rrugën me një shoqëri të keqe? 16 vjeç, Odeta, 16 vjeç, Odeta. Wow. 16 vjeç, ka 20 vjeç. Di në burg, di i kam kërkuar ndihmë shtetit. Kaq vite. Kaq vite. Odeta, ti e femën vetë i kupton gjërat shumë mirë. Para se të shpreh unë. Unë kam qenë e ndeshme, kam linë e ndeshme, kam ty. Unë nuk kam zgjedhur rruga, që kam një rrugë të drejtë të vdes e ndeshme. Të besoj Vitori që je e ngarkuar, sikur që t'jetë Marigleni është djali jot dhe të dhëm shpirti, përpos gjithçka ai e i mirë i keq ai është djali jot dhe e kuptoj dhimbjen që ke në shpirt. Ai ka lidhur me probleme, Odeta. Unë jam me grup rezus negativ. Dhe kur e ke sjell Ti e di shumë mirë se e nën. Neve po s'bëm gjilperën. Po. Ti e di shumë mirë. Dhe djalin, unë se bëra gjilperën ai që kisha bërë 3 fëmijëve, e nuk e bëra për fëmijën e 4, Odeta. I lindi fëmijë, i vogël i pa zhvilluar. Nuk e rritë dhe një sa kam vojtur, sa vite kam vojtur. E sa i la që kam mbredhë unë, që mori zhvillima i fëmijë. E dashur Vitori, ke folur me fëmijët e tjerë për çështjen e Mariglenit, e mësuan ata faktin që Marigleni sa doli nga burgu, ra prap. Unë botës nuk i kam thënë gjë drejt muhabetit ti, Odeta. Të gotash në Amerike nuk dua ta shqetësoj. Sa ajo ka fëmijë, djalin e madh e ka për mjekësi për doktor. Djalin tjetër e kanë në shkollën e mesme dhe ai vazhdon. Është shumë i fortë, ai është shumë i përgatitur me këto internetën me këto. Edhe me përgatit vetë shteti Amerikanë, se ato janë në shtetas Amerikë. Ka lindur vetëm një vajzë atje, atë vajzë e ka vit 3, shkon, klasë 3. Vetëm djalit Gjermanisi ka thënë su, aq ka qarë me Odeta. Aq ka qarë për të vëllë. O, ma thënë, qa të besa barë e shkollën, pa i ka nevoj për trajtime, ma ka nevoj për ilaqe. Gjendjen e të cilën Po shteti atjeta nuk e ka këtë. Qatë e djalin e pikë të lotit për të matë. Se vetëm njërë ka në Shqipëri, Odeta. E shumë përgatitu, ka bërë shumë shkollë shumë një atje. Në Gjermani. Sinqerisht më vjen mirë. Ka bërë shumë shkollë dhe është ekselent i Gjermanisë. Sa me klienti kishte dhënë certifikat. E kam djalin të shkëlqyer në mësime. E dashur Vitori, të lutem qetësohu. E di që je ngarkuar, të lutem qetësohu, mblidhe pak veten, mblidhi pak forcat, kjo që ndodhi, nuk e ndryshon dot më. E kuptoj që të dhë Marigleni, por gjendja në të cilën ndodhet Marigleni, unë fola vetë me Mariglenin, isha vetë në live me Mariglenin, padyshim që ai ka nevojë për rehabilitim, duke ditur që prej vitesh që nga dhe përdoruesi lëndëve narkotike, ai ka nevojë për rehabilitim, por problemi më i madh në këtë vendin tonë që quhet Shqipëri është që nuk ka vende për rehabilitim për njerëzit që janë përdorues të lëndëve narkotike. Të plasin aty një metadon, namjekoll dhe pije dhe aty e mbyllin gjithë situatën. Të gjithë personat që janë përdorues të lëndëve narkotike, kur arrin në situata kritike të shëndetit të tyre, overdozë apo situata të tjera, te spitali ushtarak shkojnë. Ju bëjnë atje ndonjë surum, ndonjë qetësues dhe i nxjerrin. Pra në Shqipëri nuk ka një qendër rehabilitimi shtetërore, sepse private ka pafund. Edhe në Burg, unë nuk besoj dhe nuk e imagjinoj dot që në Burg të ketë qendër rehabilitimi, nuk e besoj dot të gjë. Kështu që edhe në Burg ai nuk rehabilitohet plotësisht. Mbaron dënimin, del, bën një vepër tjetër penale, situata është dramatike me këta persona dhe duhen marrë masa. Jo vetëm për Mariglenin tënd, por për të gjithë ata Mariglena që kanë përfunduar në këtë pikë. Po, tre që u lëruan, gjithë të tre, shu i ndodhi, ja, si të genit. Shu i ndodhi Odeta, prandaj po i kërkoj juve, për gjyna, jam bira nënësh.
janë qytetarët e Republikës e Shqipërisë, o ti, Veta. Me kaq që ka Shqipëria nuk i përballon. Po shtetet e huaja, si përballojnë? Të lutem, o Veta, unë të lutem si nën, si femër, si grua që je vetë nën. Kë kishte presësh më shumë të dhem. Nuk jam dakord për veprimin që ka bërë, aktin. Paman duhet marrë parasysh atë gjendje që ka qenë. Kur unë të them juve për të shmangur gjërat, për mos të bërë, pse nuk u përgjigj policia? Qartë. Këtë e kam unë, nuk do ishe bërë asnjë veprim. Edhe po të kishe marrë mjekimin në spital, nuk do ishe bërë çunin atë gjendje. O Veta, jam bërë gjithë me lekë, o Veta. A ishtë deputet me rrogën e deputetit, merë dhe rrogën e doktorit, e kur vetëm unë aty qatë bëjnë, po që qatë bëjnë, du shërbimin e fëmijës të spital. Nuk kam para unë të jap infermierës e doktorit, se do merren ilaçet e fëmijës, do të haj fëmija, unë me një pension, 200.000 lekë, qa të bëj? Do laj drita, do laj ujë, qa të bëj, o Veta? Do marr ilaçet e djalit, ilaçet e mia, do ushqim unë apo djalit, qa të bëj me ato 200.000 lekë, o Veta? Të besoj. Të besoj. Ke marrë vesh informacion, ka dalë para gjykatës sot Mari Gleni? Urdhro, mos më ka marrë fare në telefon, a i ku me kam tyre me bërin që tyre. Unë nuk di gjë fare. Nuk e interesuar të komisariati Lushnjës? Komisariati e qoj me një, nuk e mbajti se shu i bej këta. Vinë të dëmtuar atje dhe i heqin nga kurrizive. O Deta, është ka me kokë policia gjyqësore. Se dhe për një shkeli që bën ato bravo i qoftë ati, që i vajta unë drejtorit policisë, jo të ati sa ata e kanë gjetur të këtyre krimave. Njeri u arrestua për drogë, një tjetër për korupcion e kanë gjetur këta. Pa i bravo i qoftë që me është përgjigjur, edhe e shkarkovi të problemin. Jo. E keni të ranë e parë. E shkarkoj e qoj pun tjetër, s'më duhet, a i dush që e pare. Por çfarë ke mësuar? Ja vrap në shtetit. Por çfarë Ati i transferoj e qoj në vend tjetër, për shmë duhet mua. Dënimi quni e berja e beri vajti prapë. Qa më bere mua ti? Qa më dime më dhe mua ti? Sepse Mari Gleni do dali para gjykatës, mund të dalë sot, mund të dali nesër, ju çfarë keni mësuar? Ku ndodhet Mari Gleni? Në paraburgim ku? Para burgimit është, Deta ato i kanë dhënë akuza shumë të forta djalit. Kur në një kohë quni nuk ka vjedhur këtu. E para dhe e dyta, lek nuk ka vjedh atje. Sa atje është 7 dyqane, pas ka lën lekët atje, kanë marrë shumë të madhe qunin. Kuj qovi këtë shumë e para dhe qunin? Ai po të kishe shumë të madhe do i këtë të fëmit, ose do vite që i shkalluar në shtëpi. Nuk ka shumë qunin, nuk ka vjedhur lek qunin. Qunin që ose ka bërë një djege, ashtu ja ka thënë truri edhe e ka bërë. Pra, ju dyshoni që mund të ketë djegur lokalin, por jo se ka bërë vjedhje. Jo se ka bërë vjedhje, jo. E qartë. Unë se mund ta ketë bërë. Po për vjedhje, ta japun 100% o Deta jo një. Sepse dhe një ngarkesë të madhe psikologjike, me se kuptova unë të Mari Gleni ishin dhe fëmijët, që ai nuk i kishte takuar dhe nusja nuk ja linte. Po, ti e di shumë mirë, ka djali, ka takuar, e mora një qunë o baba. Aq ka qanë, o baba ka 6 vjetë në baba. Lutët e mija. Fora me krushkën, ajo dha vita dha. Hajde merre ti sa herë të duash ta po vini, mos më vita. Edhe mbaj në kujdestari i çuni dhe të ma kesh kujdes. Dakor, kështu e la më Deta. Pra, të paktën ke folur me krushkën dhe ke vendosur ta marrësh ti kujdestarin e nipit. Jo, tha kështu mere ti sa dosh që ta mbash ti kur ciloj shkolla, tha. Po. Ti mbaj, po ta kesh ti kujdes, tha, se më kam frikë, tha, se mos i bërteta, sa e kupton, se nga i që ishte smur geni. Aty ka të drejtë, duhet jemi të dyja në një mendje, Vitoria. Aty ka të drejtë, Mari Gleni nuk është në gjendje të mbaj fëmijët. Kështu që Po, pra, po.
është meraku i gjyshes për nipin dhe unë e kuptoj që edhe ti e do atë nip, më vjen mirë që ajo ta ka lejuar të shkosh ta takosh të jesh gjyshja, por aman Marigleni nuk është në gjendje të rrisi vetë fëmijët, të kërkoj kujdestarin. Prandaj pikërisht për këtë Odeta, për këtë kam biseduar Odeta pak në ta takonte fëmijë, mos t'i ngele shpejt, dasha e mbaja vetë çuni këtej se unë kam këpar shtëpia Odeta, edhe ande edhe këtej që kam punuar, dhe mi bëni shtëpi bashkia, për i kam bërë me kra Odeta. Ke punuar një jetë të tërë. Kam lyer institucionet, lyerin mos i mirë të Voja Gjiu i kam marrë vetë, e kam dërtuar shtëpinë Odeta. Që të lyesh 2 shkolla vetë, e t'i lash vetë, e t'i sestimosh të gjitha objektet dhe mjetet mësimore, ky kockë ka bërë, se dhe gjokë që duhet ja koronditi. Qetësau. Pse ke lyer dhe shkollat që të përfitoje rrogë Po, shtesë? Odeta i kam bërë të 2 shkollat, 4 kaçe, të gjitha klasat, të gjitha tualetet, drejtori, sa me mësuesve, i kam bërë të tëra Odeta. Sa ke vuajtur, e kuptoj Vitori. Zoti të dhënë forcë, të dhëtë jetë, shëndet, mos u dorëzo, se ke vuajtur kaq shumë, ke sakrifikuar kaq shumë në jetë, dhe Zoti ta bëft të mbarë, dhe pse e di që plaga jote më e madhe është Marigleni tashmë, se fëmijët e tjerë pas ke të sistemuar. Vetëm atë kur iku që iku kështu tha mami dhe mos kujto se do vinë qafa. Kur më thakte Odeta, se e ti ndjellë çdo gjë, me dori babin e ndërta. Që ditën e parë që erdhi këtu, o ma tha, qa ke ti që mamë? Më dori babin e ndërta. Më duk vetja si në paraj, s'fa o ma tha. Sa mirë është atje ke babit. Ditën që doli nga burgu, të premten. Po, Marigleni e ka njohur babajnë? po, e ka njohur. Sa vjeç ka qenë? E ka njohur. Sa vjeç ishte? Po, e ka njohur. Sa vjeç ka E ka qenë? njohur pak të tjati. Sa Po, vjeç? tashi, edhe mirë, nuk e mban men, po, Sa vjeç ka qenë Marigleni kur vdiq babai? kur i vdiqi atia, ai ka qenë 1 vjeç e ca. Se mban ka 1 vjeç i gjysht. që nga pas ka qenë Se shumë i vogël. fëmijët i kanë vitën vit Odeta. Fëmijët i kanë vitën vit. E kuptova, por Marigleni nuk e mban mend 1 vjeç e gjys babajnë. S'ma do mendja ta kujtoj. Edhe pak të kanë banë më mirë të se mund më del gjithmonë e ëndër, po të diun kush është babi im. Por me ish nusën ke Se folur. më thotë, ajte babi, me hap kërazët, ajte babi, putë babi. Nuk e di Odeta, unë kërkoj vetëm për këtë pa drejtësi që bëri policia, që ka bërë akuza tjera, i ka plotësuar atje. Unë dua një avokat edhe një etus. Dhe këtu dua të ndalem. Kush është mesazhi jote dashur Vitori, një nën me gjithë këto probleme që zemra jote e di? Kush është mesazhi që do përcjellje? Unë i lutem shumë ministrit Brendshëm për policinë e Lushjes. Policia e Lushjes është katastrofë. I shikon në për klupe duke pirë. I shikon në për cepa. Kur beti e ke par vetë, Odeta. Kur betu i vrasin në gjë. Ku janë gjitha të polica? Ku janë? Atëre mbidhet ku ndodhet në gjë. Ku janë të polica? Që çdo vend është me qarkullimit e polica që ashtu. Ku ndodhen, Odeta? Është skandaloze, këtu është, ti e di shumë mirë që grup në i ashtu në Lushje është, ti e di shumë. Nuk do të flas me këto pjesë. Se këtu beka komand. Por mesazh për djalin tënd, aty ku e ke ti plagën tënde në shtëpinë tënde. Unë them kështu. Do t'i lutem shumë me rehabilitojnë djalin. Nuk është djali im për burg. Ministri Brendshëm të marri masa për policinë e Lushnjës, që i kam kërkuar ndihmë dhe s'më kanë ardhur. I kërkoj shumë Edi Ramës,
të gjithë Ministri i Shëndetësisë të marrin masa këtyre doktorëve dhe infermierëve që kërkojnë lekë hapur. I shërbejnë të më të sumurit. Fatkeqësisht, ndodhi. Nuk rregullon Shqipëria me këta njerëz Odeta. Po s'morën masa qeveria, drejtuesët, populli do dali atje, Odeta, unë nuk isha që diri atje të bërtisja. Nuk jam nga ato që bërtas. Unë jam njeri që edhe unë kam bërë një shkollë, Odeta. Kam bërë dhe unë një arsi përgjithshëm. E dashu Vitori, unë uroj dhe shpresoj që të ketë një zgjidhje për Mariglenin tënd, të merren masa për rehabilitim, duke ditur që gjendja e tij, shëndeti mendor dhe ai fizik është i rëndë dhe është e nevojshme mjekimi i djalit tuaj. Më vjen keq që ndodhi kështu vetëm për pak ditë, ku unë vërtet e mora përsipër ta ndihmoja që ai të ndiqte hapat ligjor dhe të bashkojë me fëmijët e tij. Ndodhi brenda 2 ditëve gjithë kjo situatë dhe ai u arrestua nga policia, tashmë ndodhet në paraburgim dhe do jetë gjykata që çfarë do vendosi, me çfarë do ta dënoj Mariglenin. Uroj të bëhet më e mira, ti forca si nën, dhe pse e di që e ke zemrën plak për atë djalë, të dhëm shpirti, je sëmur, forca. Do të them diçka motra jote. Unë dua një avokat edhe një etus ta hetoj çështjen e djalit tim, se janë gjithë gënjeshtra të policisë që kanë mbushur fletat. Let viti marrin në intervistë, shikoj vetë gjërat Odeta. Nuk e dua që të më beqë një burgu mua për hiç gjë. Unë dua të me qetësoj djalin. Unë atë dua. Nuk dua të mëri djalin në burg. Ati më bëjnë loj Odeta. Ati ka loj sende në burg që gjendit paliqme. Si kujtohet është e dimshme, me zi Kur thoshte djali mua madha, ati edhe vete i gjallë deri vdekur dha. Është e dhimbshme, me zi prisje të dilte djali nga burgu, doli nga burgu pas 2 ditë vera prapë në burg. Është Odeta, të tregonte vetë djali, që ti që të tregonte vetë djali, ai ishte të merë i madh, Odeta, ke qenë vitur. Unë nuk dua të më dënohet djalin. Unë dua djalit me rehabilitohet. Në situatën në cilën ndodhet. Mirë, e dashur Vitori, ne do mbetemi bashkë në kontakt, numrin tim e ke, do më telefonosh, do përpiqem të ndihmoj edhe me një avokat, me avokatët që unë operoj dhe në programin tim, që do mbetemi në kontakt dhe të puth nga Tirana dhe të përqafoj, sinqerisht, u preka se jam nën vet. Odeta, ti je femër vet? Vuaj një femër kaq jashtëmasë, në këtë moshë ti rrisi, ti japi shkollë. Ti japi, ti martoj, ti stolis. Të besoj. Odeta, unë kam qenë shumë e fortë, Odeta, unë kam dhe 29 vjetë, gjakun e trupit. Të shikosh kartelën e dhurimit gjakut, 2 muaj, jepja vetë për qatë, vetë për fëmijë. Të besoj. Plus shkolla që beja 3 institucione dhe plus privat që punoja, Odeta. Flia 2 orë gjumë ditë. 2 orë gjumë. Kam hequr pisirën. Unë do të falenderoj nga zemra të më ndihmosh. Vetëm dua një jetues, edhe një avokat. Ta marri këtë çështje seriozisht e t'i dalin atyre sheshit se çka kanë bërë. Përshëndes, do mbetemi në kontakt, Vitori, mirupafshim. Unë fort Odeta, unë shpresoj vetëm te ju. Ju jeni gazetare me shquar, me dashur, me dhimbtur, me komunikueshme. Të falenderoj, Vitori. Vetëm të më zgjidhet problemi i djalit. Uroj të të ndihmoj, kështu do mbetemi në kontakt, mirupafshim. Të puth fort Odeta. Edhe unë, mirupafshim. Mirupafshim zemër. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë e kësaj dritares time, mund të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime
time, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër live ora 10 me historinë e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.